Për shëndetje me të dashur. Valla fort mi palon Alberina Agjiu, princesha e Kosovës, opozitën në parlament. Shkojmë të dëgjojmë miq, të diskutojmë së bashku, lutem. Lutem vetëm pak. E ka me rëndësi që me gjetë konsensusin, jo me pak ku shkon pe mund. Bravo. Do me thënë, bugjeti është shumë i rëndësishëm për qytetarët e Republikës së Kosovës. Unë nuk mendoj që këtu duhet të shtyhemi se kush po humbe, kush po fiton. Nëse munden shefat e grupeve të vinë për konsultim dhe po ashtu Ministri i Financave. A përsheni miq? Çfarë palimi javon? Ata të shty kush, jo ti i fort, jo unë i fort, jo ti s'po di, jo unë po di. Shkojmë? Dhe sa është ka fol, ka diskuton, ata... Atëherë, faleminderit, pas konsultimeve me shefat e grupeve parlamentare, kjo seancë shtyhet për të hënën në orën 10. Pra leximi i parë i projektligjit për buxhetin është të hënën në orën 10. Faleminderit dhe mirupafshim në seancën e njëjtë, por që po shtyhet për të hënën. Seancën e njëjtë, po shtyhet për të hënën. Domethënë prapë nuk ka votuar opozita. S'pas kam lidhë mërmiq, pasha zote jo. Amo, opozit, kështu, edhe kështu. Musu apjeti, ja. Që kësi ovi, o kom me kërshon. Herën tjetër, kom marrë me që kish. Pong. Miq, kjo ishte vidje për sot, zoti rujt, opozit, mirë pashën në videot e radhës. Kush ka mundësi, follow, subscribe, ja di shumë për falmirë, zoti rujt.